Është gabim që ZPS-ja të ndjek persona si Veseli në mënyrë të kohët, me shpresën se kjo do të sjellë një zgjidhje shpirtërore për viktimat. 155 viktimat në këtë çështje dhe të tjerë, të cilët kanë vuajtur, meritojnë padyshim të gjejnë qetësi dhe drejtësi. Vlerat njerëzore, dëshirat tona të përbashkëta, që do t'i donim edhe gjithë ne për vete dhe për familje tona, po të kishim pësuar një dëm të ngjashëm apo në të njëjtën mënyrë. Megjithatë, është gabim që ZPS-ja të ndjek persona si Veseli në mënyrë të kohët, me shpresën se kjo do të sjellë një zgjidhje shpirtërore për viktimat. Ajo që dua të them është që mund të shohim nga mendimi bosh apo reflektimi bosh i ZPS-s në këtë çështje, se ne nuk mund të paraqesim këtë NKP pa përbërësin e shërbimit të zbulimit, veçanërisht duke ditur se disa prej atyre që kanë kryer krime në terren kanë pretenduar se janë të policisë sekrete apo shërbimeve të zbulimit apo diçka sekrete me formula të ngjashme. Si do të mundej që shërbimi i zbulimit në shtabin e përgjithshëm të lihet jashtë? Ata duhet ta mendojnë këtë. Është një shembull klasik për të konstatuar fajsin e dikujt, qoftë edhe në 6 rreshta të shkruar, në një letër të shkruar nga një njeri i ndershëm. Duke bërë këtë gjë, ZPS-ja ka lënë me njën punën legjitime të ndërmarrë nga zoti Veseli dhe të bërë në UÇK, dhe e kanë lënë më njën shembullin që ai ka krijuar gjatë gjithë luftës për të promovuar UÇK-n jashtë vendit, dhe pastaj mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare për të bashkuar popullin e Kosovës dhe për të arritur marrëveshjen e paqes për të cilën u përgëzuan nga të gjithë si një prej tranzicioneve më të suksesshme drejt paqes dhe një shembull i spikat i partnershipit kombëtar dhe ndërkombëtar në arritjen e një rezultati përfundimtar të qëndrueshëm dhe unanim. Kjo është platforma më e duhur dhe vlerësueshme për të arritur drejtësi në më shumë duke patur parasysh gjitha konfliktet që ndodhin në rajon të ndryshme të botës. Drejtësia është një konstante që i jep çdo personi dhe çdo viktime atë që meriton. Viktimat meritojnë atë që ju përket atyre.